Kemi një Ronaldo në jetën tonë që hap debate dhe të ridiskutojmë ne të mërkurën. Ronaldo ditë për ditë, domethënë zgjohem nis një dramë. Domethënë telenovela në Live from Tirana vazhdon. Është rihapur një tjetër debat, e ftuar para pak ditësh ishte Shqipja në studion e Top Albania Radios, e cila bëri një deklaratë në lidhje me Parashkrivi Simakun. Vjen një përgjigje. Shqipja do bëhet gati për në gjyq. Pra do ndiqet apo është thjesht e thënë kështu, do të jo, bëhet në gjyq. Jo, e ka thënë Elton Iliriani dhe do ta ndjek seriozisht këtë çështje, sepse në Shqipëri sigurisht që ka ligje për shpifjen, edhe ka ligje për prishjen e imazhit, edhe do ta ndjeki në SPAK. Jo, mund ta ndjeki në gjykat. Thjesht bëhet kallëzim penal. Nuk mund të jetë thjesht, nuk po bëj asnjë. Në të vërtetë, nuk mund të jetë thjesht muhabet tavoline, kafeje nuk ishte se ishe në radio. Pra u dëgjova shumë, po nuk mund të jetë thjesht një fjalë apo një Po pra ku shkoi drejt e fjalës në këtë. Edhe ajo po thoshte është një gjë që e kam dëgjuar kur ishte në Amerikë. Se unë sa përmend domethënë të fjalë se. Po. No, asun nuk kam qejf ta përmend sepse ishte e rënd si tash e them, po thjesht e kam dëgjuar kështu thonin. Sa liberishëm duhet të kishin futur brenda 100 herë. Po mirë, sa gjëra dëgjojmë ne vërdall dhe si themi, apo absolutisht duhet filter. Nuk ishte e rënd deklarata. I love Shqipërinë. Sa gjëra mban ky bark. Një zot e di. Përveç bukës se e pa ngrënë. Nuk i themi, po sot jam të pa ngrënë. Sa thashë themi dërgojmë ne te grup chati jon, por nuk i themi të gjitha. Nuk i themi publikisht. Po. Niko i shkruan në fletore. Absolutisht. I mban shënim. Me qira fjala, ke ndonjërin që mund ta thuash apo ke hallën e gjyqit? Friksova shumë te kjo se thash domethënë nuk kollitem dot. Se do dali farmacist, do thotë ti nuk përdor ilaçin tim. Po jo, është fajut. Diçka që ka ndodhur, një fakt, diçka. Po nuk e kështu si janë veshur unë për shembull. Ti më duket se ke pasur ca kështu. Dikur. Përplasje dikur, je shtruar si djalë. Me ke pas më shumë përplasje. Ka pasur ca Niko kështu. Me ke pas përplasje. Janë të vjetra, po që ke pas. Por mund të them që marrëdhëniet janë shumë ekselente momentalisht, po kam patur, po me ke për shembull. Po jo, nuk ti prish prapë marrëdhënie, s'ka gjë. Nuk e flas dot si gjë. Ti prishi prapë, por ti. Nuk e flas dot si gjë. Lëre djalin. Po është situatë e sikletshme pra kur dikush të thotë se dua të di këtë. Por më tepër isha unë, më fal, isha unë jo edhe palën tjetër, kupton? Që kështu është e sikletshme si gjë. Është një stres që të ndodh momentalisht. Pra kur ti bën një deklaratë që nuk e mendon se si do shkojë dhe të vjen një thirrje për në gjyq, domethënë çfarë ndodh? Domethënë, a duhet kemi një filtr kur japim deklarata apo domethënë jemi në dilemën midis fjalës së lirë dhe unë prandaj do të pyesja, mua më duk si e kisha edhe unë ashtu si ty e dëgjova, kam dëgjuar si gjë, nuk e tha se unë e them me kompetencë dhe një radorës në tavolinë. Nuk po e them, nuk e përgëzoj, fare se nuk ishte ai tash e them që mund të thuhet. Po, duhet të thuhet, po. Ishte too much. Ishte too much se për te shakas që qa duhet themi në 2025 sa të kujdesshëm jemi, është dashje pa dashje ti i vë një epitet, se njerëzve nuk i intereson çfarë dëgjove ti. Intereson ajo që nxjerr nga goja, mendoj. Sidomos në këtë fazë, në gjithë të diskutime që janë bërë. Imagjinoj botën e showbizit pa shipen thjesht. Pa folur shqipja, domethënë se shqipja gjithmonë kur ka një jo, unë s'mendoj se duhet kemi filtra blaks. Jo, duhet filtr. Tani të lutem, një filtr duhet se nuk mund të themi çdo lloj gjëje që na vjen ndërmend, sidomos kur e cenon një person tjetër, nuk duhet. Unë jam prekur edhe nga ana personale, kështu që nuk më pëlqen kur njerëzit flasin pa filtr, pa fakte. Është përdor filtr kur e ke xhepin plot, edhe nuk ke problem të paguash gjoba. Është tjetër gjë të shash dikë, është tjetër gjë të thuash kjo është e vërtet, dhe është tjetër gjë të thuash diçka që unë e kam dëgjuar ose të bësh një shaka ose ku di unë. Po mirë, çfarë ke dëgjuar ti dhe mund ta thuash pa problem dhe nuk e frik nga gjyqi tani. Çka kam dëgjuar unë që mund ta them pa problem dhe nuk kam frik nga gjyqi. Asgjë. Standard. Mos bëni si bëj unë.